Deputeti Rahmoni, pyetja juaj ka të bëj me marrëveshjen që ambasada norvegjise ka pasur me zyrën e kryeministrit për zbatimin e projektit si donacion, ndërtimin e një ferme për mbarshtimin e deleve për nevojat e manastirit Graçanicës në vlerë prej 127.965.027 euro. Kjo vlerë është paguar me datën 14 shkurt të vitit 2023 nga zyra e kryeministrit, është zyra e komuniteteve sipas planit të projektit të ambasadës së Norvegjisë. Pyetje plotësuese nga deputeti Rahmoni. Po, faleminderit. Në bazë të dokumentave që kam marrë për çështje dokumenta zyrtar kërkesën që kam bërë nga prej vitit 2021 deri në vitin 2026 nga 3.620.000 euro që është shpërndar nga zyra e kryeministrit ndaj organizatave jo qeveritare, është i vetmi rast ku një, po e them kështu, bashkësie fetare ndahen direkt mjete prej zyrës së kryeministrit. Dhe unë volumtova dhe hyra në faqe të kësaj bashkësia, apo si ta quajmë dojqezës, e cila është dhe në ballin aty shkruajke Kosova me to i. Më thonë, një arsyetim rreth financimit apo mbështetjes financiare ndaj dikujt që e mohon shtetësinë e Kosovës edhe që promovon diçka e cila është kundërshtuar vazhdimisht edhe nga Radha për kryeministrin Kurti nëse dëshon ka në dispozicion 2 minuta. Po e ritheksoj edhe një herë që bëhet fjalë për projektin si donacion të ambasadës së Norvegjisë, ndërtimin e një ferme për mbarshtimin e deleve për nevojat e manastirit Graçanicës, edhe vlera është pra edhe një herë 127.965.027 euros. Kjo vlerë është pagu edhe një herë para 3 vjetëve me datën 14 shkurt, po nga zyra e kryeministrit, po nga zyra e komuniteteve, sipas planit projektit të ambasadës së Norvegjisë. Nuk është nga Republika e Kosovës. Këtu ngritën edhe disa çështje të tjera, që në fakt janë pyetje të tjera, ndoshta për herën e ardhshme, mbi emërtimet e Kishës Ortodokse Serbe, mandej të infrastrukturës legjislative tek ne, e që shkon drejt te Kushtetuta e Republikës Kosovës e te propozimi për status i ish-presidentit finlandez Ahtisaari, që janë çështje shumë të gjëra e pyetje të tjera. Mirë, edhe 1 minutë për këtë pyetje deputeti Rahmoni ka të drejtë nëse dëshon, nëse jo mund të kaloj tek pyetja tjetër. Po. Faleminderit. Shqetësimi im është pikërisht te kjo çështje për shkak që e thash edhe një herë, prej mbi 3 milion euro, pa marrë parasysh ai donacion prej diku po kanë kalu përmes institucioneve të Republikës Kosovës edhe zyrës tuaj si kryeministër, edhe dhënia apo domethënë momentin që ne si institucion e shohim që nga zyra e kryeministrit përmes zyrës për komunitete, që edhe ajo zyrë është në kompetencën e juaj kanë kalu te diçka e cilën unë s'kisha pas dëshirë me e pa ku financohet përmes zyrës kryeministrit vendit një dikush në faqen e parë që të Kosova me to i. Mirë, vazhdojmë me pyetjen e radhës poshtur nga deputeti Rahmoni. Faleminderit nën kryetar. Sipas dhënave zyrtare, nga viti 2021 deri më sot, fondacioni IPCO i janë ndarë rreth 204.000 euro nga institucionet publike të Republikës Kosovës. Nga kjo shumë, 95.600 euro janë ndarë vetëm nga zyra e kryeministrit. Në këtë drejtim kërkoj sqarim, cilat janë arsyet konkrete për ndarjen e këtyre mjeteve financiare për fondacionin IPCO, në bazë cilit program buxhetor dhe bazë ligjore janë realizuar këto pagesa, a ka pas thirrje publike dhe procedurë konkurruese për ndarje të këtyre fondeve, dhe cilat projekte konkrete janë financuar me këto mjete dhe cili është rezultati i tyre. Po, kryeministri Kurti ka fjalën. Qeveria e Republikës Kosovës ka mbështetur shumë iniciativa, ndër të tjera në fokus e kam pasur edhe sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit,
ngjarjet kryesore të këtij sektori e posaçërisht të inovacionit në vendin tonë, ngjarje që mbledhin lider të mendimit, teknolog, inovator dhe ndërmarrës nga Kosova dhe jashtë vendit për të hulumtuar dhe diskutuar ndërthurjen e teknologjisë, kulturës dhe ndryshimeve sociale. Në mbledhjen e qeverisë të datës 23 shtator 2024, kemi miratuar në qeveri ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 219.000 euro për organizimin e forumit ekonomik në Paris dhe promovimin e teknologjisë së informacionit me qëllim të tërheqjes së investimeve në kuadër kësaj fushe përmes organizatave lidere gjatë javës së TIC-ut, ICT sin vijim. KOS ICT 60.000 euro, Growth Tank 45.000 euro, paketa sponsor general, pastaj Dokutek 60.000 euro, Tech Park Prishtina 10.000 euro dhe qendra ndërkombëtare për bashkëpunim ekonomik dhe social, CICES franceze 44.000 euro. Ndërkaq në mbledhjen e datës 19 shtator 2025 kemi ndarë mjetet financiare për të garantuar vazhdimsinë e platformës më të rëndësishme kombëtare për inovacion dhe zhvillim digital, me që rast KOS ICT 37.300 euro, Dokutek 35.600 euro, Growth Tank 20.200 euro dhe shfrytëzimi i hapësirës së Tech Park Prishtina 7.900 euro. Faleminderit. Ndonjë pyetje plotësuese, zot Ramoni? Duket që po, regjia fjalën. Faleminderit kryesues. Fakt pyetja ishte të bëj direkt me çështjen e financimit të fondacionit IPCO edhe tu e marr parasysh edhe diskursin politik që e kemi pasur shpesh herë edhe këtë kompani e kemi kategorizuar në njënën prej këtyre oligarkëve ose mbështetësve të partive politike të caktuar, edhe më boni shumë përshtypje ky financim edhe kjo mbështetje kaq e madhe ndaj IPCO-s. Mirë, radha për kryeministrin Kurti, 2 minuta. Së pari bëhet fjalë për Fondacion Kosovar, tërësisht vendor, i cili e ka ndruar emrin, nuk bëhet fjalë për korporatën e dikurshme. Së dyti, gjithçka që kemi bërë ka qenë përputhje me ligjin, rregullat dhe transparente. Dhe së treti, besoj që lulëzimi i sektorit të teknologjisë, informacionit dhe komunikimit është dëshmi që mbështetja jonë ka qenë në vendin e duhur. Sa për informacion, në Kosovë kemi dikur rreth 20.000 inxhinierë softverit dhe zhvillues, në rreth 1.500 kompani të cilat mbi 80% produkteve i eksportojnë, dhe sa për krahasim, bujqësia bën pjesë 7% në bruto produktin vendor të Kosovës, ndërkaq sektori i TIC-ut 6%. Me fjalë tjera, investimet që i kemi bërë, shpenzimet që janë plotësisht transparente dhe të cilat i zbërtheva edhe sipas linjave, kanë qenë edhe të dobishme përveç se të ligjshme. Mirë, duket që Emanuel Ramani dëshon të shfrytëzojë të drejtën për mbyll diskutimin për 1 minutë. Fjala është për Ramanin. Faleminderit, absolutisht, edhe ju përgëzoj, edhe ju inkurajoj me vazhdu investimet në këtë fushë, sa ma shumë investime absolutisht është industria e cila është me zhvillimin më të madh edhe me kapacitetin më të madh që kemi si Kosovë. Ajo çka unë edhe më boni përshtypje është pikërisht kjo që e thash edhe më herët, çështja e mbështetjes ndaj këtij fondacionit. Jashtë kësajna, mendoj ndoshta nën kryetar kishte qenë mirë me që është ardhur kryeministri dhe gjitha pyetjet parlamentare ishin të drejtuara ndaj kryeministrit. M'ia jep kohën që më bëni përmbledhje dhe më na u përgjigj edhe në pyetje tjera mua dhe deputetëve të tjerë të kuvendit. Patjetër zot Ramoni, kjo është arsyeja pse sot kryeministri Kurti megjithatë është kthy vetëm për deputet, por para se të kalojmë tek pyetjet, tek 3 pyetjet e zonja Musliu Shoshit dhe tek pyetja juaj, po e përfundojmë çit pjesë me pyetjen e Exona Azemit, drejtuar ministrit Andin Huti, dhe pastaj kryeministri Kurti e ka fjalën për pyetjet e juaja. Fjala është për deputetin Exon Azemi. Atëherë faleminderit i nderuar kryeministër, të nderuar ministra e deputet.
Nderuar Ministër Zoti Rihoti, siç fatkeqësisht kemi parë edhe në të kaluarën, në shumë vend punishte nuk respektohen kushtet për sigurinë e punëtorëve në punë dhe si pasojë, sipas disa dhënave që ekzistojnë, rreth 234 punëtorë kanë vdekur në vendin e punës që nga viti 2004, apo mesatarisht 15 deri në 20 punëtorë vdesin në vit. Në këto statistika kryeson sektori i ndërtimtarisë që del të jetë sektori më i rrezikshëm i punës në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, një problem aktual sa i përket punëtorëve të sektorit privat, sidomos në disa kompani të pastrimit dhe sigurimit privat, e në disa prej tyre që madje kryejnë shërbime edhe për institucione, është mos respektimi i ligjit për pagën minimale. Duke e ditur që edhe numri aktual i stafit inspektues nuk është i mjaftueshëm, pyetja është, a parashihet rritja e numrit të inspektorëve këtë vit dhe nëse po, kur pritet bëhet afërsisht? Ju faleminderit. Rregull, fjala është për Ministrin Hoti. Faleminderit nën kryetar Gola, nderuar nën kryetari, nderuar kryeministri i Kosovës Zoti Kurti, deputet të nderuar, kolegë ministra, të respektuar qytetarë. Është kohë shumë e shkurtër, po mundohem shumë shpejt të kthej përgjigje, por më lejoni që fillimisht të shpreh keqardhjen time të thellë për çdo rast tragjik të humbjes së jetës në vendin e punës. Çdo vdekje në vendin e punës është një humbje e rëndë për familjen, shoqërinë dhe vendin tonë. Aksidentet me fatalitet në vend të punës për shkak të neglizhencës dhe mos plotësimit të criterieve të sigurisë janë të papranueshme, prandaj për këtë arsye ne kemi ndërmarrë masa urgjente dhe të menjëhershme për rritjen e sigurisë në punë. Me vendim timin është iniciuar një aksion i jashtëzakonshëm siç e keni parë javën e kaluar inspektues në nivel vendi, me qëllim të ndërmarrjes së masave të menjëhershme dhe emergjente për rritjen e nivelit të sigurisë dhe shëndetit në punë, me fokus të veçantë në sektorët me rrezikshmëri të lartë. Aksioni po zbatohet në gjithë territorin e Republikës Kosovës, me fokus në kantierën ndërtimore dhe aktivitetet me rrezik të lartë. Ndërkaq që inspektimet realizohen në mënyrë intensive për fshirë ditët e festa dhe jashtë orarit të punës. Të nderuar deputet, ky aksion tashmë ka dhënë rezultatet e veta. Në statistika këto janë 182 inspektime për një javë, 79 vend punishte, po e përsëri 79 vend punishte janë vendosur shirita dhe është ndërprerë puna për mos respektim të kushteve të sigurisë për punëtorët. Në 56 të tjera janë dhënë vrejtje. Kjo e fundit tregon dy gjëra. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më parë që nga shpallja e pavarësisë në Republikën e Kosovës, po flas për një aksion në këtë nivel dhe me një kapacitet kaq të madh ndërhyrje ndaj shkelësve të ligjit. Dhe e dyta, ne nuk jemi kundër bizneseve, sepse ne e dimë rëndësinë e bizneseve për ekonominë tonë, por mbi çdo biznes, mbi çdo fitim është jeta e qytetarit dhe për këtë pas inspektimit që kemi bërë disa biznese apo inspektorati që ka bërë disa bizneseve, 63 vend punishte, 22 prej tyre janë lejuar rifillimin e punës pas plotësimit të masave të sigurisë. Megjithatë, është e qartë se përballë këtyre sfidave, rritja e kapacitetit të inspektoratit është e domosdoshme. Në këtë drejtim, paralelisht me aksionin që në terren, jemi duke ndërmarrë hapa strukturor. Po zhvillojmë procesin e digitalizimit të inspektoratit përmes platformës e-inspektimi, e cila do të rrisë efikasitetin, transparencën dhe mbushmërinë e inspektimeve. Rritja e numrit të inspektorëve në fakt ka qenë dhe është edhe pjesë e planit tonë të paraparë dhe në programin e prezantuar para qytetarëve në dhjetor të vitit 2025 dhe inkuadruar në programin të qeverisë në këtë vit, pra në 2026. Aktualisht jemi në fazën përgatitore për shpalljen publike për rekrutimin e inspektorëve të ri me qëllim të forcimit të kapacitetit në terren. Gjithashtu jemi në fazën përgatitore të një fushate gjithëpërfshirëse, sensibilizuese, e cila do të synojë ngritjen e vetëdijës tek bizneset, ashtu edhe tek punëtorët për rëndësinë e respektimit të standardeve të sigurisë dhe shëndetit në punë. Ndërkaq në raport me respektim duket që ka nevojë edhe pak kohë ministri. 5 minutë. Në raport me respektimin e pagës minimale, Inspektorati Qendror i Punës ka trajtuar me prioritet të gjitha rastet që janë raportuar, duke realizuar inspektimin në terren dhe duke verifikuar zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi. Në këtë rast janë evidentuar situata që lidhen me raportet kontraktuale ekzistuese ndërmjet kompanive dhe institucioneve të Kosovës, për cilat janë dhënë udhëzime dhe kërkesa për harmonizim me legjislacionin e fuqi. Në fund, për t'ju përgjigjur drejt për drejt pyetjes tuaj që bëhet, po rritja e numrit të inspektorëve është e paraparë dhe pritet konkretizohet brenda këtij viti apo më mirë me thënë brenda këtij muaji, paralelisht me reformën ligjore, digitalizimin e sistemit dhe veprimet që i shpjegova më herët. Faleminderit. Faleminderit ministër.
ka ndonjë pyetje plotësuese nga deputeti Azemi? Jo, atëherë po me që dhe kemi kohë, po i rikthehemi pyetjeve të shtruara më herët, ndoshta më dhënë edhe një mundësi me u lexuar, mos ndoshta po bëhen edhe më të forta. Atëherë fjala është për duket pyetja e parë ka qenë nga Arjana, më falni, deputeti Eman Ramani ka qenë e para, pyetje e bortën nga seanca e kaluar. Urdhëra një herë zoti Ramani fjalën. Faleminderit nën kryetar. Zotër Kryeministër, a mund të na shpjegoni cili do të jetë angazhimi i qeverisë në Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlerat Luftës, sidomos sa i përket çështjes së familjes? Si e shihni ju familjen në kuadër të kësaj ministrie dhe kush do ta përbëj familjen sipas konceptit tuaj? A do të përfshihni si familje edhe rastet që sipas ligjit që keni propozuar për ndryshim të gjinisë, një burr që ka ndryshuar gjinin dhe është bërë gru, ose një grua që ka ndryshuar gjinin dhe është bërë burr? A do të njihet si familje? A do të njihni si familje martesas mes njëjtës gjini? A do ta njihni si familje një grua që ka lindur fëmijë nga një dhurues i spermës? A do të angazhohet kjo qeveri për të drejtat e këtyre kategorive, duke qenë se ju keni deklaruar se këto janë të drejta dhe se për ju kjo nuk është vetëm një e drejtë e merituar, por një e drejtë që buron nga bindja juaj personale dhe angazhimi juaj politik si kryeministër dhe si kryetar partie. Po ashtu ju keni deklaruar se rreth 10% e popullsisë ka orientim të tillë seksual. Pra, do të jetë angazhimi juaj si qeveri dhe si grup dhe i grupit tuaj parlamentar që të realizoni këto qëllime, pra të drejtat e këtij 10% siç e quani ju. Dhe në fund ju keni deklaruar se pikërisht konservatorët janë ata që janë pro lejimit të martesave të njëjtës gjini. Në grupin tuaj parlamentar, pas këtyre deklarimeve, ka një numër të konsiderueshëm deputetësh që njihen si konservator, si musliman ashtu edhe katolik. Madje ju janë bashkuar pas këtyre deklarimeve. A do të thotë kjo se këtë angazhim po e bëni edhe për hir të këtyre konservatorëve? Mirë, fjala është për kryeministrin Kurti. Është e qartë se kjo nuk ishte një pyetje, po ishte një pyetësor. Unë nuk kam se si ju përgjigjem gjitha këtyre çështjeve, por ajo që do të them është se mandatin e kaluar, edhe në këtë mandat për herë të parë kemi ndërmarrë hapa të qartë dhe të matshëm për të vendosur familjen në qendër të politikë bërjes shtetërore. Së pari, janë vendosur dhe po zbatohen shtesat për fëmijë dhe lehona, si politika të reja, të cilët nuk kanë ekzistuar më parë në këtë formë dhe shtrirje. Këto masa përfaqësojnë një ndryshim thelbësor në qasjen e shtetit ndaj familjes. Nga një rol pasiv në një mbështetje aktive dhe drejt për mirëqenjen e saj, duke kontribuar njëkohësisht në nxitjen e natalitetit dhe përmirësimin e perspektivës demografike të popullit të vendit tonë. Së dyti, për herë të parë kemi nisur reformën e thellë të asistencës sociale, e cila është tashmë në fazë të avancuar. Kjo reformë synon eliminimin e padrejtësive dhe mbivendosjeve, identifikimin më të saktë të familjeve në nevojë, vendosin e standardeve të qarta dhe krijimin e një sistemi që e mbështet familjen realisht, duke e lidhur ndihmën me dinjitetin dhe aktivizimin në treg të punës. Dhe së treti, në përputhje me zotimet tona programore, kemi integruar në politikat qeveritare mbështetjen për kujdesin e hershëm të fëmijëve përmes përfshirjes së gjyshërve gjenerata për gjenerat, si një model që jo vetëm e lehtëson barrën për prindrit, por edhe e forcon lidhjen ndërbreznore brenda familjes. Tash, çështjet të cilat u adresuan këtu, nuk i konsideroj çështje të familjes, por çështje gjinore. Mund bëjmë një debat në ditë tjetër për çështje gjinore, por siç e dini, ministria është ministria e punës familjes, jo e çështjeve gjinore, e punës familjes dhe vlerave të luftës çlirimtare. Jo vlerave të luftës, po vlerave të luftës çlirimtare, se lufta jo nga qenë çlirimtare. Faleminderit, duket që është i gatshëm më njëherë për pyetje plotësuese zoti Ramani. Fjala është për ta. Faleminderit nën kryetar, absolutisht që edhe për 4 vite ke pas mbështetjen e plot nga ona ime dhe kontributin me atë sa kom pas mundësi në
çështjen e mbështetjes së familjes tradicionale shqiptare. Po unë po pyes shumë konkretisht. Një çift i martuar mes dy burrave, e që sipas ligjit juve njëri ka mujt me shku me u regjistru si grua dhe me u martu, e tjetri me qëndru si burr. Ku me anë të ligjeve të Republikës Kosovës i kishin taku të gjitha të drejtat e një çiftit, edhe në adaptim, edhe në secilin të drejtë që i ka një çift i martuar mes një burri dhe një gruaje. A e konsideroni si familje këtë çift, edhe a i konsideroni si familje rastet ku me ligj keni propozuar që një grua e pamartuar të ketë mundësi të lindë fëmijë përmes një dhuruesi i cili është i panjohur dhe nuk njihet. Këto janë dy ligje të cilat ju si qeveri keni propozuar, unë i Fjala për kryeministrin Kurti. Pra, kjo qeveri ka ministri për punë, familje dhe vlerat luftës qërimtare, ka një qasje 3, është e strukturuar edhe afat gjatë për familjen, më lejoni të përmendit çka ka 3 në këtë ministri, është themelimi i Departamentit për Politika Familjare, si mekanizëm qendror për zhvillimin dhe koordinimin e politikave familjare, pastaj zgjerimi i shërbimeve sociale në nivel lokal, përmes mbështetjes konkrete për komunat dhe organizatat që ofrojnë shërbime për familjet nevojë 2.5 milion euro në vit, mbështetjen e aktivizimit grave në tregun e punës përmes programeve si Superpuna për gratë, me qëllim forcimin e pavarësisë ekonomike të grave dhe rritjen e mirëqenies familjes, mandej ndërtimin e fondit sigurimeve shoqërore, i cili garanton mbështetje të qëndrueshme financiare për familjet përmes mbulimit të pushimit të lehonisë dhe prindror për të dy prindrit, si dhe mbrojtjes në rast të humbjes së vendit punës, mandej ndërtimin e modelit One Stop Shop që ka me centralizu dhe thjeshtu qasjen e familjeve në shërbime në zyra lokale, pra sa më pranë tyre, zhvillimin e politikave për banim social dhe të përballueshëm për familjet, si një nga shtyllat kryesore për forcimin e stabilitetit familjar dhe adresimin e sfidave demografike. Këto masa janë pjesë e një vizionit të qartë të kësaj qeverie, familja në Kosovë të ndihet e mbrojtur, e mbështetur dhe e përfshirë realisht në zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit. Çdo gjë që bëjmë është në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kur do të ketë nisma, kur do të ketë propozime për ndryshim të tij, atëherë do të mund të diskutojmë ato. Mirë po, tash unë po tregoj se çfarë kemi bërë dhe çfarë po bëjmë për të gjithë qytetarët pa dallim. Vështirë mos shfryzohet e drejta për të përmbylluar diskutimin nga zoti Ramoni, fjala është për deputetin Ramoni. Faleminderit nën kryetar, faleminderit kryeministër, nuk mora përgjigjen ato që ka kërkova, por po du me jap një konkludim për shkak që në 3 ligjet cilat në agjendën legislative për vitin 2025 janë ato ligjet cilat në mandatin e kaluar, jam kon njëri prej njerëzve që kam diku që mos me kalu, edhe Kodi Civil, edhe ligji për gjendjen civile ku parashihet ndryshimi i gjinisë, por edhe ligji për fertilizim. Kështu që unë veç po ju uroj sukses ish kolegëve, sidomos atyre konservatorë në thojza për vazhdimin dhe mbështetjen e kësaj agjende majtë që unë me juve tashmë pajtohem për shkak që keni transparent dhe e vlerësoj qëndrimin e juve në këtë aspekt, kështu që unë kundërshtoj politikisht, ama në aspektin e respektimit, absolutisht që ke respektin e plot si kundërshtar politik në këtë pikë. Mirë. Vazhdojmë tutje me deputeten Ajana Mosleu Shoshi me pyetjet për kryeministrin Kurti. Faleminderit nën kryetar. Fillimisht kisha lutur me muaj qetësinë në sallë. Çështja të cilën dua ta ngres kryeministër ka të bëjë me një shqetësim që ish dasht të jetë breng e çdo shqiptari në këtë vend, e cila ka të bëjë me shkeljen e të drejtave të njeriut në dhomat e specializuara në Hagë, ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, e Recep Selimit, si dhe kjo është bazuar në deklarimet e fundit që i morëm nga Maksim Privo, i cili është ministri i punëve të jashtme të Belgjikës, e njëkohësisht edhe zavendës kryeministër i këtij shteti, i cili në një deklarat tha se kemi mungesë informacioni sa i përket këtij procesi. Pyetja ime e parë është se a i keni informuar si qeveri
partnerët ndërkombëtar lidhur me këto shqetësime që i kemi secili nga ne. Dhe pyetja e dytë është se pse ka mungesë të koordinimit dhe informimit në këtë nivel. Fjala për kryeministrin Kurti. Regjia fjalën. Qeveria e Republikës Kosovës e trajton me seriozitet plot çdo shqetësim që lidhet me respektimin e drejtave të njerëzit, përfshirë edhe dhomat e specializuara të Kosovës. Në këtë drejtim, komunikimi institucional me partnerët ndërkombëtar është i vazhdueshëm dhe i strukturuar, duke u zhvilluar në mënyrë të përgjegjshme dhe në përputhje me natyrën e ndjeshme të proceseve gjyqësore. Po ashtu nuk kemi hezituar të ngrejmë zërin kundër vendimeve të padrejta ndaj krerëve të UÇK-s, siç ishin për shembull mos lejimi i ish-presidentit Thaçi për të marrë pjesë në varrimin e babait të tij, si dhe pranimi i dokumenteve zyrtare të shtetit gjenocidal të Serbisë si prova në procesin gjyqësor atje. Sa i përket pretendimeve për mungesë informacioni apo koordinimi, është rëndësishme të potencohet se vetë arkitektura juridike e dhomave të specializuara e themeluar në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe legjislacionit të brendshëm garanton pavarësinë e plotë të saj nga ekzekutivi. Kjo nënkupton që qeveria nuk ndërhyn procedura gjyqësore dhe as nuk ka qasje të drejtë për drejtë në informacionet operative të proceseve në zhvillim. Megjithë këtë, kjo nuk përjashton përgjegjësinë tonë për të ngritur çështje të karakterit parimor dhe për të kërkuar standarde të larta të transparencës dhe të respektimit të drejtave themelore. Në këtë kuadër, në komunikimin zyrtar drejtuar zonjës Ekaterina Trendafilova, unë kam theksuar se nga perspektiva institucionale e sigurisë së Republikës Kosovës nuk ekzistojnë rrethona që do të pengonin qëndrimin e të akuzuarve në territorin e vendit tonë gjatë zhvillimit të procedurave, duke garantuar kapacitetin e plot të institucioneve për të siguruar mbarvajtjen dhe integritetin e procesit. Kjo paraqet një vlerësim zyrtar se kushtet e sigurisë janë të mjaftueshme dhe në përputhje me standardet përkatëse. Për sa i përket veprimeve konkrete, qeveria mbetet e përkushtuar që në përputhje me kompetencat e saj kushtetuese dhe ligjore, së pari të ngrej në mënyrë të vazhdueshme çështjen e respektimit drejtave të njerëzit në komunikimet me partnerët ndërkombëtar, së dyti të mbështes çdo iniciativë që rrit transparencën dhe standardet procedurale në këto procese, dhe së treti të siguroj që çdo shqetësim i ngritur të trajtohet në kuadër të mekanizmave institucional përkatës. Ne kemi ngritur zërin dhe do të vazhdojmë të insistojmë që çdo proces të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare për një gjykim të drejtë, transparent dhe të panshëm. Mirë. Pyetje plotësuese nga deputetja Mosleu Shoshi, nëse dëshiron? Po, patjetër. Duket që po. Patjetër. Regjia fjalën. Faleminderit shumë. Sidoqoftë, më intereson me ditë se cilat janë standardet e larta të transparencës që veç e përmendet, sepse nuk është e qartë. Pikës dyte, këto nuk janë pretendime, kryeministri, janë deklarime që i ka dhënë zëvendësministri e shtetit belg, i cili ka thënë që nuk kemi informata në këtë proces. Dhe pikës trete, nuk mjaftojnë kryeministër reagimet vetëm me Facebook, me rrjetet sociale për çështje kaq të rëndësishme për historinë tonë. Dhe s'fundme, a mundësh me i listu disa veprime konkrete që i keni marrë deri më sot si kryeministër i këtij vendi në respektimin e të drejtave të njerëzit e konkretisht të çlirimtarëve tonë? 2 minuta përgjigjen nga kryeministri Kurti. Së pari, zonja deputete Mosleu Shoshi, ne nuk i përmendëm Facebooku në rrjetet sociale, vetëm komunikimin zyrtar. Komunikimi zyrtar është bërë zyrtarisht, jo publikisht, dhe me çfarë kemi mundur e kemi ditur, nuk kemi pasur as rezervë dhe as kemi kursyer. Tash, gjatë këtyre 5 viteve e gjysmë, gjithsej janë ndarë nga Republika e Kosovës mbi 37 milion euro për mbrojtjen
e të akuzuarve padrejtësisht në Hag. Pra nuk jemi kursyer për t'i mbrojtur me avokatët që janë përzgjedhur prej vetë atyre. Një vështirësi që e ka pasur qeveria e Republikës Kosovës është që të akuzuarit padrejtësisht në Hag, luftarët e UÇK-s, nuk i kanë pasur edhe avokatët mbrojtësit e njëjtë. Ato kanë qenë ekipe të ndryshme të ndara, që paraqet vështirësi për vetë qeverinë e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, kontributi më i madh që unë si kryeministër e kam dhënë për këtë çështje është kur si deputet i Kuvendit Republikës nuk e kam votuar ndryshimin kushtetues dhe as ligjin për dhomat e specializuara në Kosovë. Pra, as me datën 26 qershor dhe as me datën 3 gusht 2015. Ju e dini që sa i përket drejtave të njerëzit, që janë koncept që barazon të gjithë qytetarët dhe i përfshin ata në mënyrë universale, fatkeqësisht në këtë kuvend është votuar që ata të kenë një Mirë, regjia e lutem ta përmendon fjalën me që ata zoti Hoti e përfundoi më herët, e hapën procedonin. Pra, pengesa tjetër që kemi është se merrni moment të drejtët e njerëzit, që janë koncept që i bë bashk universalitetin edhe barazin, kanë ombudsperson të veçantë për dhomat e veçanta. Por këto gjëra janë bërë të gjitha në vitin 2015. Dhe unë do t'ju kisha sugjeruar që për këto të merrni përgjigje jo nga pyetjet parlamentare, po nga ato brenda partijake. Mirë, faleminderit. Zonja Shoshi, kemi edhe 5 minuta me mbyll këtë pikë të rëndit të ditës. Po, me mbyll pyetjet e parlamentarëve, me pikën e rëndit të ditës. Kështu që Kryeministër, disa çështje me rëndësi. Fillimisht i përmendë fundet, janë jashtëzakonisht të rëndësishme, mirë po e ke pas mundësinë me rrit fundin mbrojtës, sepse e den dhe je njoftuar në detaje që nuk është i mjaftueshëm. Në ndë, krejt fuqin e ki me shbë atë gjykat, pasi që je kaq shumë kundër saj dhe e tha që nuk e ke votu. Pse nuk e merr iniciativen me shbë atë gjykat? E dim të gjithë standardet cilat janë duke i apliku. Qetësi. Dhe qetësi, ju lutem, qetësi. Kryeministër, mbi të gjitha, duke i mbrojt çlirimtarët tonë, e ki parasysh që e mbron historinë dhe e mbron të drejtën tonë për të qenë shtet, e mbron luftën tonë çlirimtare, e mbi të gjitha, kryeministër e mbron të ardhmen e këtij vendi. Mirë, kjo ishte përmbyllje e diskutimit të pyetjes së parë. Tash na mbeten edhe 4 minuta për 2 pyetje të mbetura nga zonja Shoshi. Regjia, i lutem fjalën. Pyetja tjetër ka të bëj me radio televizionin e Kosovës, e që së fundmi është ndru në radio televizion të vetëvendosjes, si do qoftë i kam pranuar shqetësimet e atyre punënësve që janë aty, në cilësinë e kryetares e Komisionit për Administratë Publike, Media, Digitalizim, Pushtet Lokal dhe Zhvillim Rajonal. Pyetjet konkrete janë se cilat janë arsyet pse ende nuk është realizuar paga e 13 për punëtorët e RTK-s, dhe a ka qeveria një plan të qartë financiar për të mbështetur radio-televizionin e Kosovës në përmbushjen e obligimeve të saj dhe të stafit. Fjala për kryeministrin Kurti. Ju faleminderit për pyetjen tuaj, deputetja Musliu Shoshi. E kisha një hamendësim fillimisht sepse përbes nuk ishte pyetje, me qenë se në fillim të pyetjes ju konstatuat. Cili është kuptimi që të bëni pyetje nëse në fillim radio-televizionin e Kosovës e quani radio-televizion të vetëvendosjes? Nuk ka pyetje më aty. Me këso konstatimi kapital, kardinal, s'ka mundësi më për pyetje. Sidoqoftë, unë kam mirësinë që t'ju përgjigjem duke qenë se kam lexuar pyetjen e juaj paraprakisht.
vendimi numër 02, thyper 07 i Qeverisë së Republikës Kosovës mbështetet në nenin 32 të ligjit numër 10 thyper L-001 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2026, i cili jep kompetencë qeverisë që në përputhje me planifikimet buxhetore të ndajë mjete për pagën e 13 për zyrtarët që kanë qenë të angazhuar së paku 12 muaj dhe që plotësojnë kushtet dhe kriteret e përsaktuara në vendim. Në këtë kuptim, ligji përcakton bazën, ndërsa vendimi i qeverisë konkretizon kriteret e përfitimit. Vendimi përcakton në mënyrë të qartë se përfitues janë të gjithë të punësuarit që janë pjesë e listës pagave të muajit mars 2026 në kuadër të organizatave buxhetore. E tash, Radio-Televizioni i Kosovës është institucion publik i pavarur, i cili ushtron veprimtarinë e vet në mënyrë të pavarur dhe rregullon organizimin e brendshëm përfshirë çështjet financiare dhe të personelit përmes akteve të veta. Edhe pse financimi i RTK-s sigurohet përmes kuvendit, i cili mbron autonominë institucionale dhe garanton realizimin e misionit të shërbimit publik, kjo nuk nënkupton përfshirje në listën e pagave të administratës shtetërore. Autonomia institucionale e RTK-s reflektohet edhe në faktin se çështjet që lidhen me kompenzimet dhe shpërblimet e punonjësve rregullohen me rregulloret brendshme të RTK-s në të cilat qeveria sërish nuk ndërhyn. Duke qenë se Radio-Televizioni i Kosovës është institucion i pavarur dhe pagat e punonjësve të tij nuk ekzekutohen përmes listës së pagave të organizatave buxhetore, punonjësit e këtij institucioni nuk përfshihen në listën e përfituesve të përsaktuar me vendimin për pagën e 13, i cili referohet vetëm atyre që janë pjesë e këtij sistemi të pagesa. Faleminderit kryeministër. Deputeti ju njoftoj që e keni edhe një pyetje tjetër, ose shfrytëzojeni mundësinë me adresu pyetjen tjetër ose pyetjen plotësuese për këtë pyetje. Vendas vet, por jo të dyjat. Në fakt, kjo është shkelje e të drejtave, se unë kam 3 pyetje dhe ish dasht me pas kohën e plot për 3 pyetjet. Si të qoftë, pra i kam një koment dhe një pyetje. Kryeministër, veç për informimin tuaj, të gjitha ata gazetar në Radio-Televizionin e Kosovës, që nuk i ju janë bind urdhrave televizjes vetëvendosje, i kete larguar nga puna. Pyetja ime e dytë ka të bëjë me një çështje që ka mundësi sot nuk ju duket shumë e rëndësishme, mirë po me lejo që ta rikujtoj. Gjatë kohës sa ishe në opozit, ju keni pasur një diskurs shumë të theksuar ndaj çështjes qame, duke akuzuar shtetin grek për padrejtësitë historike dhe duke kërkuar trajtim institucional të çështjes të cilën ju e keni quajtur si gjenocid ndaj shqiptarëve të qamërisë. Ky qëndrim ka qenë edhe pjesë e narrativës suaj politike dhe mobilizuese. Megjithatë, pas marrjes në detyrë të kryeministrit, është vërtetur një ndryshim i dukshëm për këtë çështje. Nuk po i shkel të drejtat e deputetëve deputete, lexoj rregullorën, 60 minuta janë të rezervuara për pyetjet parlamentare dhe në momentin që mbyllen 60 minuta, unë kaloj në pikën tjetër. Kryeministër Urna. Së pari, unë ju kërkoj falje që u vënova, sepse isha në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës për të mbajtur fjalim për akademik profesor Xhepqosjen dhe gjithashtu në Institutin Albanologjik për të mbajtur një fjalim tjetër për akademik dhe profesor Xhepqosjen. Unë besoj që kjo do duhet ju interesonte, sepse sot është ditë zije në Republikën e Kosovës në nderim të profesor akademik Recep Qosjes. Për pyetjen e dytë që shtuat me nxitim, unë do t'ju përgjigjem një herë tjetër se s'jam të shku kërkondën. Pra, herën e ardhshme në seancën e radhës ju përgjigjem me durim, edhe pse kam përgjigjen e gatshme qysh tani, pra e çfarë dua të them për Radio-Televizionin e Kosovës edhe një herë. Radio-Televizioni është i Kosovës, jo i qeverisë së Kosovës. Radio-Televizioni i Kosovës është i lidhur me kuvendin e Republikës. Nuk ka qeveria e Republikës, Ministri të Informatave, ku agjensia e ministrisë është Radio-Televizioni i Kosovës. Mund të ketë qenë kjo në të kaluarën në kuptimin funksional të fjalës, por sot funksioni përputhet me ligjin.
përputhet me kushtetutën që do të thotë se Radio Televizioni i Kosovës është i lidhur me juve e nderuara deputete Musliu Shoshi. Pra, Radio Televizioni i Kosovës ju jep juve llogari, jo mua. Pra, ai është i lidhur me juve si deputete. E është një gjë tjetër që nëse dëgjojmë pyetjet e juaja, t'ju thënë drejtën, nuk janë pyetje parlamentare të deputetës, por janë dëshirë për aktakuz të prokurorës. Ekziston shtylla tjetër e pushtetit, po këtu jeni deputete, këtu i bëni pyetje parlamentare kryeministrit. Jo shprehje dëshiras për aktakuza, për çështje për të cilët s'kan bëjnë me mua, sepse edhe një herë po e ritheksoj. Radio Televizioni është i Kosovës, jo i qeverisë, i përgjigjet Kuvendit të Republikës dhe ju jeni ata që mund ta ndihmoni atë. Unë bëj shumë punë, por jo jashtë ligjit, kushtetutshmërisë dhe rregullave. Faleminderit, mbyllet kjo çështje dhe vazhdojmë me trajtimin e pikave të rendit të ditës. Ajo që ka të kam bete e thunë në seancën e ardhshme. Shqyrtimi i projekt ligjit numër 10 L034 për ratifikimin e amendamentit numër 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për IPA 2020. Të nderuar deputet, shqyrtimi i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare bëhet jo më herët se një javë nga dita e shpërndarjes së tij. Projekt ligji është shpërndar me datë 20 prill. Andaj shqyrtimi i këtij projekt ligji duhet bëhet me shmangje nga fati procedurali paraparë me nenin 83 paragrafi 4 i rregullorës së Kuvendit. Me këtë rast ftoj zonjën Agavci që ta bëj propozimin. Urno zonjën Agavci. Faleminderit nderuar kryetare e Kuvendit, atëherë sikurse e përmendët edhe ju, duke qenë se nevojitet shmangje nga fatet e rregullta procedurale në bazë të legjislacionit në fuqi rregullorës së Kuvendit, unë juftoj të gjithëve që të votojmë për shmangje në mënyrë që të hapet rrugë për diskutimin e këtij projekt ligji i cili ka të bëjë me marrëveshjen financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2020. Faleminderit. Faleminderit e nderuar zonja Agavci, ju lutem që të bëhemi gati për votim, është vetëm për procedurë, kryeministër. Le të votojmë një herë. Atëherë Lus Regjin që të na mundsojnë votimin, votojmë tash. Me 86 vota për, 3 kundër, asnjë abstenim, konstatoj se Kuvendi e miratoi shmangjen nga fati procedurali paraparë me nenin 83 paragrafi 4 i rregullorës së Kuvendit për projekt ligjin për ratifikimin e amendamentit numër 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për IPA 2020. Tani procedojmë. Komisioni Funksional për Integrim Evropian e ka shqyrtuar projekt ligjin dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij. Prandaj me këtë rast ftoj kryeministrin e Republikës së Kosovës që ta paraqesë dhe arsyetoj projekt ligjin. Urno kryeministër. Të nderuar deputet, sot paraqesim projekt ligjin për ratifikimin e amendamentit numër 2 të marrëveshjes financiare mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2020. Qëllimi i amendamentimit të kësaj marrëveshje është zgjatja e afatit kohor për kontraktimin e projekteve edhe për 3 vite shtesë. Kohë kjo e nevojshme pasi që nga vonesat një nga projektet ka mbetur pa u kontraktuar. Afati kontraktual i projekteve të IPA 2020 ka qenë 3 vite nga hyrja në fuqi e marrëveshjes financiare origjinale të nënshkruar ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, përkatësisht me 3 shtator 2024. Projekti i ndikuar nga ky amandament është projekti i ngrohjes qendrore të Prishtinës me vlerë prej 17.6 milion euro, të cilët ofrohen si grant nga fondet IPA. E rëndësishme të theksoj është se projekti i ngrohjes qendrore ka ndikim të madh në sistemin energjetik, parashihet
zgjerim I rrjetit me rreth 90%, duke përfshirë mbi 20.700 njësi dhe rreth 82.000 banor, duke rritur efikasitetin energjetik dhe duke e ullur ndotjen e ajrit. Marrëveshjen e kemi nënshkruar me 15 prill 2026, projekt ligji për ratifikimin e saj është miratuar në qeveri dhe tani është I nevojshëm edhe miratimi këtu në Kuvend të Republikës në pajtim me legjislacionin për marrëveshjet ndërkombëtare. Për ta sqaruar edhe më konkretisht, projekti I ngrohjes qendrore ka pasur shtyrje pasi në 2 vitet e para, 2021-2023, zyra e Bashkimit Evropian nuk ka arritur të kryej marrëveshjen me partnerin implementues. E ajo ka qenë Banka Evropiane e Investimeve. Pastaj ky projekt në 2 vitet tjera ka qenë I prekur edhe nga masat e Bashkimit Evropian dhe tash kërkojmë mbështetjen tuaj e ju faleminderit për vëmendje. Faleminderit po ashtu kryeministër. Tani e ftoj kryetaren e komisionit. Kryetarja e komisionit nuk është këtu. Ftoj nën kryetaren zonjën Liza Gashi. Urdhëron zonja Liza Gashi. Faleminderit kryetare. Mbledhjen e Komisionit për Integrim Evropianet mbajtur me datën 20/04/2026, në cilësinë e Komisionit funksional, ne kemi shqyrtuar projekt ligjin numër 10, thyje për L034 për ratifikimin e amandamentit 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2020. Qëllimi I këtij amandamenti, ashtu siç ata kryeministri, është shtyrja e afatit të zbatimit të marrëveshjes për të mundësuar realizimin e pilot dhe të suksesshëm të projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian, të cilat janë përballur me vonesa gjatë zbatimit. Prandaj Komisioni për Integrim Evropian I rekomandon Kuvendit të Republikës Kosovës për miratimin e projekt ligjit numër 10, thyje për L034 dhe ratifikimin e marrëveshjes në fjalë. Ju faleminderit. Faleminderit e nderuar nën kryetare. Tani vazhdojmë me grupet parlamentare. Nga vetëvendosja, sërish zonja Liza Gashi. Faleminderit shumë kryetare dhe në emër grupit të televizijës Vetëvendosje mbështesim këtë projekt ligj dhe këtë marrëveshje në fjalë. Faleminderit nga PDK-ja. Zoti Anza. Faleminderit zonja kryetare, sigurisht se mbështesëm ratifikimin e kësaj marrëveshje, mirë po kur jemi të disbursimit e shpenzimi I fondeve, sidomos që kanë të bëjnë me gjitha financimet me marrëveshje financiare ndërkombëtare, Qeveria e Republikës Kosovës besoj që duhet me gjetë mënyrën qysh me rregullue shpenzimin në kohë edhe më shpejt të këtyre mjeteve. Nëse I referohemi raporteve, del që shpenzimi nga ky financim është në nivele mjaft ulta, I kuptoj kompleksitetin e procedurave, po megjithatë ne duhet ndërtojmë kapacitete shtesë, treja, a janë ato mbrana kryeministrisë, mbrana Ministrisë Financave, kudo qoftë, po aktualisht qysh është, edhe qysh ka qenë. Gjithmonë ka pas dhe ka vështirësi në shfrytëzimin e këtyre mjeteve dhe për me përfundu, realisht po, këtu kanë qenë mjetet e ndikuara nga mosat e Bashkimit Evropian, mirë po botë edhe pyetja, a kemi pas faj, pse janë këto mosa edhe pse në humb 2 vjet. Përndryshe, grupi parlamentar I Partisë Demokratike të Kosovës e mbështet këtë marrëveshje dhe sigurisht se do t'i mbështes edhe marrëveshje tjera që kërkojnë 2/3 e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse janë në interes dhe dobi të Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit zoti Hamza. Nga LDK-ja, urdhëron zonja Lushaku Sadriu. Kryetare. Faleminderit shumë kryetare. Normalisht që LDK-ja ka mbështetur të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare të cilat janë në interes të qytetarëve, posaçërisht këto që janë asistencë për projektet zhvillimore dhe komunale në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit dhe e fundit për fjalë zonja Time Kadriaj. Faleminderit kryetare dhe Alianca Parademërinë e Kosovës, ashtu që qysh është deklaruar prej fillimit që ne do I përkrojmë gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, normal që edhe në Komisionin Parlamentare kemi përkrah këtë marrëveshje dhe do ta përkrojmë edhe sot. Faleminderit. Faleminderit zonja Kadriaj. Fillimisht po votojmë vetëm për prezencë. Ju lutem regjia na mundsoni votimin për prezencë. Votojmë tash.
Faleminderit. Atëherë lutem deputetët dhe regjin që të bëhen gati për votimin e projekt ligjit 10L034. Votojmë tash. Konstatoj se me 93 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, Kuvendi e miratoi ligjin numër 10L034 për ratifikimin e amendamentit numër 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2020. Vazhdojmë me projekt ligjin tjetër, 10L035 për ratifikimin e amendamentit numër 1 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, IPA 2019, pjesa 2, objektivi 1. Të nderuar deputet, sikurse edhe me marrëveshjen e mëhershme, shqyrtimi duhet dhe mund të bëhet jo më herët se një javë nga dita e shpërndarjes, prandaj edhe na duhet që të shmangim procedurat. Me këtë rast të ftoj zonjën Nagafci që ta bëj propozimin. Faleminderit të nderuar kryetare, atëherë për arsye të cilat I përmendet dhe në bazë të rregullorës së Kuvendit dhe legjislacionit në fuqi, I lutoj të gjithë deputetët që të votojnë për në mocionin për shmangjen nga afatet e rregullta procedurale dhe të mund të procedojmë me projekt ligjin pastaj. Faleminderit. Faleminderit po ashtu zonja Nagafci, nuk po shoh që ka të paraqitur për fjalë, prandaj po vazhdojmë një herë me votimin. Regjia na mundsoni votimin, votojmë tash. Me 93 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, konstatoj se Kuvendi miratoi shmangjen nga afati procedural për projekt ligjin 10L035. Vazhdojmë me trajtimin e të njëjtit. Komisioni Funksional për Integrim Evropian ka shqyrtuar projekt ligjin dhe Kuvendi I ka rekomanduar miratimin e tij. Me këtë rast së pari ftoj kryeministrin që ta paraqeste të arsyetoj projekt ligjin. Unë kryeministër. Të nderuar deputet, së pari ju faleminderit shumë për ratifikimin e amendamentit 2 për programin IPA 2020 e tash e paraqesim edhe projekt ligjin për ratifikimin e amendamentit numër 1 të marrëveshjes financiare mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2019, pjesa 2, objektivi 1. Qëllimi I amendamentimit është shtyrja e afatit të implementimit edhe për një vit shtesë përkatësisht deri në tetor 2027. Arsyeja është se duhet sigurohet përfundimi me sukses I projektit Young Cell Scheme, projekt që ka pasur vonesa fillestare për shkak të dështimit të thirrjes për propozime, pas të cilës zyra e Bashkimit Evropian vazhdoi me dhënie direkte të kontratës një konsorciumi që më vonë shprehu interes për menaxhimin e programit. Si rezultat I këtyre vonesave, kohëzgjatja e projektit u shkurtua, krahasuar me kohëzgjatjen e planifikuar fillimisht. Përveç kësaj, zgjatja është e nevojshme edhe për shkak të ciklit akademik të studimeve master, si dhe për nevojën për të monitoruar punësimin e studentëve të kthyer në administratën publike të Kosovës pas përfundimit të studimeve të tyre përkatëse. Marrëveshja është nënshkruar nga unë po ashtu me 15 prill si vjet. Projekt ligji për ratifikimin e saj është miratuar në qeveri dhe tash është I nevojshëm edhe aprovimi këtu në Kuvend në pajtim me legjislacionin për marrëveshjet ndërkombëtare. Ju faleminderit. Faleminderit kryeministër. Tani ftoj nën kryetaren e komisionit, zonjën Liza Gashi. Ju lutem paraqit edhe qëndrimin e vetëvendosjes. Faleminderit kryetare, në mbledhjen e Komisionit për Integrim Evropian të mbajtur